Ministri i Transformimit Digital Stefan Andonovski duke komentuar rastin në Komisionin Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, pasi prokuroria hodhi dyshime se kryetarja e komisionit Tatjana Dimitrovska ka zbuluar sekrete zyrtare në rastin aditiv. Tha se kjo gjendje i hedh një njoll institucionit dhe tha se shpreson që antarët e mbetur të antikorrupsionit, të cilët nuk janë në asnjë mënyrë të prekur nga ky rast, do të arrijnë të dalin nga një situatë e tillë. E platformata e inspektor. Shpreh keqardhjen time të sinqertë për një situatë që askush prej nesh nuk e priste. E konsideroj një sjellje të tillë të papërshtatshme, duke respektuar supozimin e pavëjësisë. Shpresoj se do t'jepet ndonjë shpjegim dhe besoj se derisa të përfundoj procedura në prokurori dhe pastaj në gjykat, do t'ishte papërshtatshme që ai person të vazhdojë të funksionojë në pozicionin që mban. I pyetur nëse qeveria ka ndonjë udhëzim ose protokoll për institucionet e financuara nga shteti, çfarë u lejohet dhe çfarë nuk u lejohet të ndajnë përmes kanaleve digjitale, Andonovski tha se kjo çështje rregullohet me ligj. I gjithë informacioni, pra dokumente dhe dhënat që janë në dispozicion të publikut, në kuptimin që ato nuk janë të klasifikuara me një farë shkallë besueshmërie, mund të ndahen përmes kanaleve digjitale, kur bëhet fjalë për informacione të klasifikuara. Ato ndahen në një mënyrë të përcaktuar me ligjin për informacione të klasifikuara në një procedurë të përcaktuar. Nëse bëhet fjalë për dokument të klasifikuar, përcaktohet saktësisht se cilët persona lejohen të kenë qasje në të. Andonovski theksoi se situata në Komisionin Shtetëror për parandalimin e korrupsionit nuk duhet të nënkuptojë shkatrimin e besueshmërisë së institucionit, sepse ka të bëjë vetëm me një antar.